Dhe kjo elitë çka bën tani për momentin? Pengon popullin, që unë e mendoj se populli shqiptar është popull i bereqetshëm, dhe do të prodhon domethënë burra të mëdhej, si ka prodhuar në kaluarën. Për shembull, figura e historia shqiptare është me plot figura të mëdhej, markante në nivel global, botnor, jo vetëm në nivel lokal. Deri te domethënë nobelisti i fundit domethënë Ferit Muradi, e mos flasim për më herët domethënë, figura që gjithë globi i njeh si shqiptar. Edhe në rrafshin humanizmit, edhe në rrafshin akademizmit, edhe në rrafshin e islamit, edhe këtë tregon se kështu si popull domethënë na jemi shumë të përgatitur me dhënë figura të mëdha. Mirë, po çka ndodh realisht? Kjo elitë e improvizuar, e cila e ka marrë pozitën e elitës, nuk lejon popullit të vazhdon me prodhu njerëz me merit elitar. Andaj, kur bie niveli për t'i afirmuar më shumë se sa për të prodhuar, po edhe për t'i afirmuar. Po. Dy jetë që një pengon prodhimin, sepse prodhimi i figurave elitare të vërteta do të jetë konkurrencë. Edhe konkurenca edhe do të futet në hije nëpërmes magjistarëve medias, përsëris sot me mediat alternative, me rrjetet sociale, ai do t'i imponohet shoqërisë. Dhe na kemi shumë miq që i njohim personalisht, janë gjigant mendimet e tyre, mirë po sot media shqiptare nuk i ka të veta. Ata fillimisht do të pengojnë, pse do të pengojnë? E para sepse sistemi i arsimit në tokat shqiptare me konsenzus është në dekadencë. Nuk ka zhvillim. Bile për shembull për në Kosovë ishte analiza e vitit kaluar sipas domethënë qendrave statistikore në Bonopisës, ishte e fundit. Tani po të ishin këta elitarë të vërtetë do të prodhonin mekanizme për të vazhduar trashëgimtarët e vet. Se kështu se s'mundesh ti i përjetshëm të mbetesh domethënë i vetmi mendimtar shqiptar, i vetmi politikan shqiptar, i vetmi artist shqiptar. Jo, ti përkundrazi, elitari i vërtet është ai i cili punon për kriju zëvendës të vetët të mirëfillt, të cilët janë në nivelin e përgjegjësive që do t'i marrin.